Sonte kemi pra kënaqësinë ta kemi përmes WhatsApp edhe mësafirin e radhës, mësafirin që kemi pasur më herët, për bëhet fjalë për dramaturgun e njohur nga Kosova, Jeton Neziraj, një herë dhe drejtori i qendrës multimedia dhe një nga zërat më të rëndësishëm pra të teatrit bashkëkohor në Ballkan. Është kënaqësia jonë pra që e kemi me neve këtu Jetoni ka qenë edhe vitin e kaluar, ka qenë edhe disa herë, mirë po është faktikisht njeriu që punon tash për tash më shumë në Kosovë sa i përket teatrit, se është në këtë botën, e shfaqje ka sot dush me kofe, edhe normal që gjithmonë e gjen diçka që është e prekshme, e gjen diçka që i ka ndodhur dikujna, që ka ndodhur e kështu rastet, e kjo kënaqësia jonë edhe nderi jonë që kjo shfaqja do të jetë edhe në Oslo, javën tjetër. Mirë po, për ma shumë, e kemi drejtonin Jetonin këtu më fali, i thojmë mirë mbrëma dhe mirë se shihemi, mirë se dëgjohemi. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjej, është përndryshe nder dhe kënaqësi edhe për mua. Gjithashtu Jeton ishte kënaqësi edhe atë kur kishim këtu në Oslo me gjithë ata artistë, me gjithë ata dashamirë që ishin të teatrit edhe të skenave tuaja teatrale, që i bëni më së miri. Kësaj radhe ne kemi zbuluar se çfarë do të ketë për shqiptarët tanë, për gjithë ata norvegjezë dhe komsi tjera këtu në Oslo, dhe dëshironim për atë të lidhemi sonte të dim pak më tepër për shfaqjen e radhës që do të jetë pra me data 12 dhe 13 është ditën e premte të ditës së sotme sikur që jemi pas një jave dhe të shtunën. Po, shfaqja jepet në teatrin Black Box Theater në Oslo, në kuadër të festivalit njohur atje Hedda Taggen, nëse thash mirë. Bëhet fjalë për një shfaqje që kemi realizuar vitin e kaluar, kemi pas premierën në tetor të vitit të shkuar në teatrin e Gjilanit, mandej kemi pas disa repriza në Prishtinë dhe Prizren, ndërkohë që si vjet kemi pas 10 shfaqje në Johannesburg të Afrikës Jugut, dhe kjo s'ka qenë e rastishme sepse shfaqja në vërtet flet për dy periudha historike të rëndësishme, njëra për Kosovën e tjetra për Afrikën e Jugut. Në Kosovë jemi fokusuar te aksioni i pajtimit të gjaqeve i vitit 1990, në gjeneratat pak më të vjetra e mbaj mende dhe e dim, po të këta gjeneratat e reja besoj nuk kanë shumë ide, ndërkohë që në Afrikë të Jugut jemi fokusuar te Komisioni i Vërtetës dhe pajtimit, një iniciativë që ishte iniciuar aso kohë nga Nelson Mandela dhe Desmond Tutu. Pra ne kemi bashku këto dy lloj iniciativa edhe ndërmarrje historike, dhe në shfaqje kemi sjell edhe aktor pra prej dy shteteve, në fakt prej më shumë shteteve, po prej Afrikës Jugut dhe aktor shqiptar që janë nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut, duke përfshirë edhe aktorin Arben Bajraktare që është nga Kosova, por që jeton dhe vepron në Francë, dhe përpjekja jonë ka qenë me i shërtu retrospektivisht këto dy lloj procese, këto dy lloj iniciativa historike, cilat në një farë mënyrë janë pothuajse epike në natyrën e tyre, e që janë zhvilluar këto dy anë të ndryshme të globit, njëra në Kosovë, tjetra në Afrikë të Jugut. Kemi qenë të interesuar të ndjekim historitë personale të njerëzve që kanë qenë përfshim në këto dy procese, në pajtimin e gjaqeve edhe në Komisionin e Vërtetës dhe pajtimit në Afrikën e Jugut, duke besuar që ekzistojnë përngjasime, por kemi qenë të edhishëm që ekzistojnë edhe dallime. Megjithatë, ka qenë një proces jashtëzakonisht interesant i punës, edhe rezultati është aq interesant dhe unë besoj që publiku ka se çfarë të shenë shfaqjen tonë që do të jepet me 12 dhe 13 qershor në Oslo. Jeton, sa është sfiduese të shndrohej një ngjarje kaq komplekse historike, domthonë dy vepra që tash edhe se i përshkruve, pra në një vepër teatrore? Po, është sfiduese sepse flasim për dy kontekste ndryshme, domethënë politike, sociale. Ai Afrikës Jugut e dim që është një kontekst i apartheidit, Komisioni i Vërtetës së Pajtimit është iniciuar atje se një përpjekje për
për atë lloj tranzicioni shoqëror mbas apartheidit. Në Kosovë ka qenë një ndërmarrje sociale për pajtim dhe një lloj përpjekje për krijimin e një kohezioni, kisha më thonë, social, edhe një përpjekje për unifikim të kombit përpara një sfide që është ajo e luftës që pritej se do të ndodhte, por në anën tjetër ka edhe shumë dallime, sepse ta citoj atë shkrimtarin serb Vladimir Arsenjević, i cili thoshte se shqiptarët e Kosovës kanë qenë xit e ish Jugosllavisë. Pra, në kontekstin politik, shqiptarët e Kosovës gjatë 90-ave kanë qenë të shtypur, kanë qenë konsideruar si qytetarë të rendit dytë dhe në këtë aspekt nuk është se kemi pas shumë dallim me fatin e të zinëve në Afrikë të Jugut, që natyrisht kanë qenë të shtypur, të marginalizuar, edhe të konsideruar si qytetarë të rendit dytë. Pra, këto dy iniciativa janë bashku dhe ne kemi bërë përpjekje me pa në nocionin e faljes. Pra, me çfarë kushti njerëzit kanë falë në Afrikë të Jugut, me çfarë kushti janë falë të bartë mas apartheidit dhe në përpjekjen e tyre epike për me pa ka e ardhmja, dhe në çfarë kushtesh, në çfarë rrethonash kanë falë gjakun njerëzit në vitet e 90-ta. Atje duket se, domethënë, falja është gjeneruar si një lloj procesi që njerëzve ju ka ofruar një lloj kompenzimi, pra ka qenë një përpjekje për me i kompenzu njerëzit mas asaj traume dhe mas asaj periudhe të gjatë të dhunës që është ushtruar të zinjtë e Afrikës. Pra, u është premtu ardhme e ndritur, edukim, faljas, strehim për ata që kanë humbur strehimin. Në Kosovë, ndërkohë, kjo pjesa e kompenzimit s'ka qenë fare prezente. Njerëzit thjesht kanë falë në emën të rinis, në emën të ardhmës, në emën të flamurit. Dhe këto dy lloj iniciativa kanë qenë interesante mu eksploru dhe mu lumtu me pa çfarë rezonance kanë ato në ditën e sotme. Përderisa për shembull në Afrikën e Jugut njerëzit vazhdojnë me qenë kritik ndaj komisionit të vërtetës së pajtimit, besojnë që nuk është mërrit drejtësia e synuar, sepse njerëzve u është premtu kompenzim edhe financiar, sepse u është premtu ardhme edhe punësim e edukim dhe krejt këto nuk janë përmbush. Në Kosovë nuk ka pas këso lloj pritje dhe njerëzit kanë falë sepse kanë besuar që kjo falja e gjakut e pajtimit ka mi kontribut armës Kosovës dhe këtu nuk shohim kritika dhe njerëzit e marrin si të mirëqenë aksionin e pajtimit të gjaqeve si një ngjarje, si një ndodhje e rëndësishme në historinë e re të Kosovës. Unë konsideroj që Kosova është ku është me krejt mirat e të këqijat, po megjithatë me krejt mirat që i kanë ndodhur për shkak të atij aksionit të faljes gjaqeve, sepse pa atë shkallë aq të rëndësishme shoqërore, pa atë mobilizim, pa atë solidaritet të asaj periudhe, vështirë se do të kishte ndodhur ndoshta edhe lufta çlirimtare edhe krejt çka ka pasur. Tash kur e shohim gjatë shpjegimit tu se kjo ka të bëjë, domethënë është një vepër historike, a ka të bëjë diçka dhe me reflektimin mbi sfidat e sotshme, për shembull në shoqërinë tonë? Po natyrisht, sepse ne nuk kemi dash vetëm me pa në histori, pra me vu historinë perspektive dhe me ngre prej asaj periudhe, po kemi dash me vu në dialog me kohën e sotme, me njerëz, me publikun sot. Pra ne pyetjen që shtrojmë është nëse njerëzit në një periudhë caktuar historike kanë qenë gjendje për me kapërcyer vetveten, sepse sot është ndoshta pak e perceptueshme ajo ndërmarrje e njerëzve, ai motivim i njerëzve dhe ajo betejë që njerëzit kanë pas për me falë gjakun, edhe nëse duket një akt i thjeshtë, por në vërtet ka qenë vërtet një ndërmarrje jashtëzakonshme, një
triumf i shpirtit njerëzor, sepse s'ka qenë lehtë me dalë në ato tribunat popullore, në ato mitingjet që janë organizuar gjatë asaj periudhe, edhe me fat gjakun, pra ka qenë përtej natyrës njerëzore. Pra njerëzit nuk e kuptojnë madhështinë e atij procesi. E ne çka bëjmë përpjekje, ose çka kemi bërë përpjekje me kallëzu me këtë shfaqje edhe me diskutu me publikun sot është, nëse në një kohë caktuar njerëz kanë pas aq lloj force sa me pa gjakun e me pajtu njëri me tjetrin, e me kriju një lloj vlere siç është ajo e pajtimit, çfarë vlera sot po krijojmë në një shoqëri ku edhe nocioni vlera është i devalvuar dhe është i humbur. Në Afrikë të Jugut, për shembull, baza e pajtimit, e aksionit, e komisionit vërtetës dhe pajtimit ka qenë e vërteta. Pra, njerëzit janë ftuar në ato tribunat e pajtimit ku janë ullë bashkë viktimat edhe dhunusit, edhe kushti i vetëm i atyne seancave ka qenë e vërteta. Pra ti e tregon vërtetën edhe madje lirosh, e fiton amnestin. Pra nëse ti ke qenë dhunus, ke qenë kriminal, kushti për me fitu amnestin ka qenë me tregu vërtetën e plot, sepse baza e asaj ndërmore ka qenë religioni ose filozofia e të krishterë. Pra e vërteta çliron. Nëse e tregon vërtetën, ti ndihesh i çliruar. Prandaj edhe në Afrikë të Jugut shfaqja ka rezonuar mjaft mirë, sepse ne kemi ngritë këtë pyetjen e madhe, pra nëse vërteta i ka çliruar njerëzit në një periudhë caktuar në 90-ave, çka na çliron sot në një periudhë kur e vërteta ka humbur kuptimin, kur ne jemi të zhytur në një temi kështu lum të post-vërtetës edhe fake newsit, edhe ku e vërteta nuk ka pëlluj se fare rëndësi. Jeton është interesant kur njeri i shfeton këto portalet e juaj, sidomos të qendra multimedia, për ata që kanë interesim, për shembull unë me hi aty, edhe të WordPress është një webfaqen dhe keni me pa aty sa shumë shfaqje i kanë zhvillu në tregimet ndryshme, mbi 100 teatro dhe festivale në Shtetet Bashkuara edhe në Evropë, madje edhe në Afrikë. Kështu që kjo e don punë, do me thonë don inspirim, don kohë, edhe të njëjtën kohë duhet edhe mbështetje ekonomike, për shembull financiare këto, se nuk është edhe lehtë, duhet mi pagu aktor, duhet mi pagu scenën, kohën, gjitha këto, qysh ju përballeni këtyre, se është pak nuk është edhe çast lehtë. Po, është gjithmonë sfidë dhe natyrisht publiku nuk i deve, ndoshta nuk është me rëndësi edhe me ditë, po është vërtet sfiduese realizimi i një shfaqje teatrore. Shpesh një produksion që duket i thjesht kushton pi 100.000 euro, edhe nëse i merr parasysh krejt shpenzimet ardhe e aktorëve, në këtë rast në shfaqjen në fjalë, në hijen e një pemë ula dhe çava, kemi 4 aktorë që vinë nga Afrika e Jugut dhe kemi një numër të madh bashkëpunëtorëve ndërkombëtar, skenografin nga Holanda, kompozitorin nga Italia, koreografin nga Gjermania, madje aktorë tjerë janë njëri nga Franca, tjetri nga Maqedonia e Veriut, Amenis Tokšići, Ilire Vinca jeton në Kosovë, dhe domethënë është një ndërmarrje e madhe e cila kërkon investim jo vetëm kreativ, por edhe financiar. Por financa deri tash kanë qenë, i kemi pas relativisht stabile dhe donatorët kryesor kanë qenë ambasadat e huaja, fondacionet, duke përfshirë edhe Tanzon Goethe Institutin, fondacione suedeze, zvicerane, po dhe Ministrinë e Kulturës Kosovës, e cila të vitet e fundit është angazhu pak më aktivisht me i mbështet aktivitetet e qendrës multimedia. Domethënë është një përpjekje e krejt vitit në realizimin e financave dhe mjetëve duhura financiare për me realizu aktivitetet tona teatrore. Por nuk është vetëm
vëllimi i shfaqjes që kushton, janë natyrisht edhe turnet e ndryshme. Tash ne ishim në Afrikë të Jugut 3 javë me shfaqjen, me ekipin tonë kreativ dhe kjo është e kushtueshme. Megjithatë, pavarësisht kostës financiare, përfitimet janë të jashtëzakonshme. Domethënë, vazhdojmë flasim për të shtyqytur diplomaci kulturore, e shpesh kujtojmë që diplomaci kulturore është nëse organizojmë një koncert dikun në provincë brenda Kosovës, por në vërtet diplomacia kulturore realizohet duke shkëmby me teatrët ndryshme ndërkombëtare, duke realizuar shfaqje të cilat e kanë një farë impakti edhe ndërkombëtare. Shfaqjet si kjo vërtet kanë një impakt ndërkombëtar, për shembull, për këtë shfaqjen e kemi pas kritika të rëndësishme nga mediat kryesore gjermane, në Afrikë të Jugut vërtet kemi pas kritika të jashtëzakonshme. Themi që për shembull Afrika e Jugut nuk e njeh Kosovën, prandaj prezenca jonë atje nuk ka do sjell njohje, por megjithatë krijon një farë impakti tek njerëz, tek publiku, një hap i vogël. Na natyrisht nuk e realizojmë shfaqjen mbi bazën e kësaj e idesë që shfaqja do të ndikojë në diplomaci, por ajo në mënyrë indirekte ndikon. Shumë mirë, kjo është ajo që shumë mirë shpjegoi, domethënë mënyra diplomatike që tash është, domethënë, është teatri, është sporti, janë këto ato që ne ju jeni ambasadorët faktikisht të vërtet të Kosovës edhe gjithë trojeve, domethënë që marrin pjesë aty, ajo është ajo që e tregon çysh është ngjarja, çka është si filmi, si teatri, si sporti, këto janë ato më të rëndësishme. E jona është me ju mbështet. E çysh e mbështet njëri për shembull nuk është kjo që kime që pare, po e blem biletën edhe shkon me shështinë edhe shkon aty edhe e shetë në shfaqje të bukur, një orë e gjysmë, pastaj i takon artistat, e boni muhabete, pin një kafe, një çaj, e këto janë ato sene për shembull që edhe ti mburësh që është i joti edhe të njëjtën kohë e ki jepat kontributin ton, e ki blej biletën me një shok ose një shoshni. Mos harrojmë tregojmë se kjo është në gjuhën angleze. Se ka për shembull na tregon pak pse është në gjuhën angleze. Po shfaqja jepet në fakt 3 gjuhë ose më shumë se 3 gjuhë. Baza është në gjuhën angleze, por ka një pjesë e skenave janë në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e Afrikës Jugut. Me sqaruar që në Afrikë të Jugut njëra prej gjuhëve zyrtare është gjuha angleze. Aktorët flasin ose shumica e komunikimit në Afrikë të Jugut bëhet në gjuhën angleze dhe kështu ka qenë gati një lloj kompromisi që edhe brenda ekipit, po edhe për shkak faktit që shfaqja do të utej ndërkombëtarisht, gjuha angleze ka qenë e imponume. Megjithatë për publikun shqiptar, i cili nuk e kupton gjuhën angleze, ne organizojmë titra në gjuhën shqipe. Pra, publiku që vjen në Oslo nuk ka me pas kurfar barriere me pas qasin në shfaqjen, sepse ata që nuk dinë gjuhën angleze do të kenë titra dhe kjo funksionon jashtëzakonisht mirë. Edhe në raste tjera kur ne shfaqim në shtete tjera, ta nxomë në Itali, sepse për italianët nuk qënë shumë pesh nëse shfaqja në gjuhën angleze, ata prapë nuk e kuptojnë, prandaj atje kemi titra në gjuhën italiane, ta nxomë ose kur ta shfaqim në Francë, në Paris, titrat organizohen në gjuhën në franceze. Prandaj nuk shoh kurfar barierë për publikun shqiptar, dhe unë besoj që është e rëndësishme dhe jo ndoshta si kontribut kombëtar, po unë besoj që ata publiku shqiptar do duhet të vinte dhe përfitojnë nëse vinë, sepse njihen me një pjesë të rëndësishme të historisë sonë, takojnë personazhe të cilat i njohin ose i kanë dëgjuar, njerëz të guximshëm të asaj periudhe që në një moment historik i kanë vendosë dhe kanë dalë në skenë dhe kanë falë gjaqet e familjarëve të tyre, ka rrëfime, sepse shfaqet themi që është e komponuar mbi bazën e rrëfimeve të njerëzve që kanë falë gjaqet gjatë 90-tave. Ne kemi intervistu edhe kemi marrë storjet e njerëzve
që kanë falë gjashit, por edhe të aktivistëve që kanë qenë përfshim në aksionin e pajtimit të gjashëve. Do të thonë është vërtet një shfaqje që na informon publikun për një event, për një ngjarje historike, për dy ngjarje historike në këtë rast të rëndësishme dhe vërtet na bën me reflektu për aktualitetin në cilin jetojmë dhe për vlerat të cilat i përcjellën sot edhe kishim dashur me i përthirr brenda vetes. Si e trajton kjo shfaqje pra temën e faljes pa e minimizuar dhimbjen e viktimave dhe familjeve të tyre? Është pyetje e madhe dhe kur flasim për pajtimin, domethënë është vështirë me generalizuar dhe me dhënë përgjigje kështu shablon, sepse është akt vërtet individual. Edhe në rastin e aksionit pajtimit gjashëve dhe të faljes gjashëve në Kosovë, ajo është gjeneru të e përdor një lloj kauze themi artificiale politike, pra njerëzit nuk kanë falë se për shkak bindjes religjioze, sepse religioni dim që s'ka qenë fare i përfshim lider të religioz, hoxha e pjesëmarrës të tjerë, domethënë kanë qenë prezent në këto ngjarje e prifti, domethënë kanë qenë prezent, por njerëzit nuk kanë falë për shkak të prezencës hoxhës ose të priftit, por kanë falë për shkak një bindje që kjo ka mi shërby të armës kombit. Pra është përdor një kauzë krejtësisht politike për me gjeneru një akt krejtësisht individual, edhe kjo pavarësisht që duket manipulative e ka pas përfitimin e vetë, sepse në fund ditës njerëzit kanë vendosur mos me vra, me ndërprej ciklin e dhunës dhe ciklin e akmarrjes. Tash duket vërtet egzotike, por ne e dim që cikli i gjakmarrjes shpesh ka shku deri në 30 vrasje, dhe në llogaritet që në atë periudhë dhe në fillim viteve të 90-ta parafërsisht 40.000 njerëz kanë qenë të mbyllur në kulla në shtëpitë e tyre prej frikës gjakmarrjes, pa i llogaritë edhe dome tjera të tipit që në zoncat të fëmijët s'kan pas akses në shkollë për shkak se ardhasht me qenë të mbyllur. Domethënë është një akt shumë kompleks, falja dhe mënyra se si ajo gjenerohet, se si ajo realizohet është unike po thosë në secilin, por në rastin e Kosovës domethënë ka funksionu sepse konteksti politik ka qenë i tillë, njerëzit e kanë pasur edhe frikën edhe e luftës në ardhje dhe kanë besuar që të falë gjakun ata po kontribuojnë në tarmën e Kosovës, po i kontribuojnë domethënë idesë që sepse e thot dikush në brenda shfaqjes, edhe kjo është një citat i rëndësishëm, thotë çka nëse ti dush me shku në luftë, e në luftë dush me rujtë edhe shpinën. Pra nuk e kemo veç frikën e ballafaqimit me armikun, po edhe frikën që dikush mbrapa ka mundet me gjujtë me të vrarë. Pra kjo lloj perceptimi i frikës ka qenë i rëndësishëm, por duhet me theksu prapë që kjo ndërmarrje e rëndësishme historike, ndoshta prej më të rëndësishme në historinë e re të Kosovës, është inicu prej një grupi të ish të burgosërve politike, pra kanë qenë gratë ata që kanë inicu këtë ndërmarrje të rëndësishme të pajtimit gjashëve, tu nis për një incidenti gati krejtësisht dvogël në Pej. Në një rast kur demonstrantët shqiptarë që aso kohë demonstranë këtu kërku liri, pavarësi, demokraci në Pej, policia serbe vret një së dy prej tyre dhe në mbrëmje ministri i punëve të jashtme dhe i Serbisë ose dikush prej zyrtarëve të aso kohë deklaron në media thotë që jo,
ata demonstrant nuk janë vrarë prej policisë serbe, po shqiptarët janë në ciklin e gjakmarrjes dhe po vrasin njëri tjetrin. Edhe këto gra ishtë burgosëra politike, intelektuale, nisën me mendu që nëse kjo vazhdon, këtë cikël i gjakmarrjes vazhdon, ne s'kemi shansa për me mbjetu, sepse pushteti vazhdimisht ka me përdor këtë argument që ne nuk po i vrasin shqiptarë, po ata po vrasin njëri tjetrin, dhe ata natyrisht e zgjerojnë këtë diskutim edhe këtë iniciativë të intelektuale në Prishtinë, anë të qeta përfshinje dhe e merr rolin e liderit shpirtëror të kësaj iniciative dhe domethënë mrekullisht për një periudhë të shkurtër, pothuajse gati ma pak se 6 mujore nga një takim i vogël 5 ose 10 vete sa kanë qenë takimin e parë, në takimin e fundit verrat e Lupës mblidhen rreth 500 milioni njerëz. Domethënë është vërtet një ngjarje edhe një iniciativë gati si një mrekulli që sot është e pabesueshme me perceptu. Po kjo është ajo kënaqësia, pra ne edhe shumë mirë edhe që dëgjum këtë pjesën këtu, për me pa ma shumë edhe me pas atë ndjenjen, atëherë tash na tregon jetoni edhe në herë datat, edhe kohën kur fillojnë shfaqjet, edhe vendin. Nëse bon jeton për fund, pra na tregon edhe në herë datat, kohën edhe vendin. Datat janë 12 dhe 13. Se s'potnim që tash po ndodh të banoj zonë. Ora 8 ose 9 do të më pa online, por ora publiku ka probleme me gjetë këto dhona nëse e hulumtojnë shfaqjen në teatrin Black Box në Oslo, në kuadër të festivalit Hedda Tagen. Ashtu pra, në alush e kemi edhe informatën këtu shtesë, për ata që për herë të parë do të jenë këtë salë, ata që kanë qenë vjetë e dinë, është mirë të ftojnë miqtë e tyre, pa më parasysh se janë shqiptar apo janë edhe të nacionaliteteve tjera. Black Box Teater, Marsh Strandsgata nr. 8. 0566 në Oslo, për ata që dojnë të vinë me navigacion. Ta që kuptova që shfaqja do t'jepet në orë 7. Po. Edhe 19, mos po na vinë mëngjes ata. 19 mbrëmje. Salla Sena e Madhe, edhe është për ata që nuk përdori navigacion për me ardhur aty, fabrika e çokolada Fraja përballë fabrikës është edhe teatri. Po, në pjesën Grynë Loka pra të qytetit, aty ku e din ku është Grynë Loka gjithë, pra aty e gjeni edhe teatrin, edhe ka dalë vini pak më herët, edhe pastaj mas shfaqjes normal që mund të takoni edhe artistat më mërmenja, edhe regjisorin edhe gjithë ata pjesëmarrësit aty, sikur herën e kaluam për shembull. Atëherë kemi 2 ditë, nëse s'mundesh premten hajde shtunën. Është shumë lehtë, është kënaqësi për neve, edhe nder që ka njerëz që bojnë kështu. Edhe na i mbështesim në atë mënyrën tonë, duke i vizitu ata edhe të i bleni biletë dhe me ardhë aty. Kam një pyetje për jetonin tash edhe për afrohemi kohës për ta mbyll programin. Çfarë mesazhi do të dëshironi që publiku, që do të jenë pjesë e kësaj mbrëmje dhe këtij eventi që do të shfaqet për neve shqiptarëve e për të gjithë që të marrin me veti pasi që ta shohin këtë shfaqje dhe pasi që takohen në hollet e teatrit, çfarë mesazhi do të dëshironi që publiku të merr? Unë besoj që secili që vjen, që vendos me pa shfaqjen, e percepton mesazhin në mënyrën e vet, por ai që kishim dashur me pati publiku është fakti ose njohja që ajo pjesë e historisë ka ekzistuar, ajo pjesë e lavdishme e historisë tonë ka ekzistuar dhe ka pas njerëz të guzimshëm, kurajoz që në një moment caktuar kanë vendosur me kry një akt vërtet heroik, si që ka qena i faljes gjakut, edhe që njerëzit do të me qenë gatshëm për kësi lloj kompromisi, pra kur një kauz e kësaj natyre shfaqet para nesh, dhe më thone do të me qenë në gjendje për një të mirë kolektive me bo një lloj sakrifice individuale, sepse vërtet ashtu ka qenë, dhe më thone njerëzit e kanë bërë sakrificë
përhjet një kauze që ka qenë më e madhe se sa vujtje e tyne. Një kauzë që është lidhë me të ardhmen e Kosovës, edhe Kosova është sot ku është, e thashtë edhe më herët, për shkak se njerëz si ata të viteve të fillim vitit 90 kanë vendosur me fal gjaqet, edhe njerëz tjerë kurajos janë përfshi pa kompenzim në këtë iniciativë të faljes gjaqeve. Domethënë, ne sot vërtet e kemi vështirë me perceptu, e thash edhe më herët, se si ka funksionuar aksioni pajtimit gjaqeve, por e është organizuar prej vetë popullit, domethënë nuk ka pas një strukturë shtetërore që e ka financuar, që e ka mirëmbajt, por thjesht njerëzit vullnetarisht janë organizuar edhe kanë shku, kanë taku njerëz dhe i kanë bin njerëzit për me fal gjakun. Në Afrikë të Jugut kjo ka qenë pak më ndryshe, sepse shteti e ka propozu, e ka financu edhe ka organizu aksionin e pajtimit, e të vërtetës e pajtimit. Në Kosovë kjo është bën baza tërësisht vullnetare dhe njerëzit nuk kanë dashur të përfshi aspektin financiar, sepse kanë besu që kjo e kish ndodhur ndërmarrjen, e kish devalvu komplet aksionin, dhe prandaj unë besoj që është me rëndësi njerëz me pa këtë anë të ndryshme të historisë sonë, sepse ne vërtet mundemi me qenë kritik, edhe ka shumë arsye, ka shumë momente në historinë tonë kur duhet me qenë kritik me vetveten, me atë që ka ndodhur sot në Kosovë, por kjo është një pjesë e ndryshme që meriton vëmendje dhe meriton mu pa dhe mu perceptu si një vlerë që duhet me majt me vete edhe me e përcjell të brezat e arshëm. Domethënë, është një ngjarje, sepse unë vërtet kam qenë si plot tjerë që e kam ditë aksionin e pajtimit gjaqeve në prapavi. Kam qenë pjesëmarrës si i ri, si fëmijë në njërin prej këtyre ngjarjeve, ajo kanë ngel dikun në prapavi të vetdijes time, për shkak se mandej ndodhi lufta dhe ngjarjet e luftës ishin më të rëndësishme, më dramatike, më dhëmshme, si me thonë, edhe aksioni pajtimit gjaqeve mbeti i marginalizuar edhe i harrume. Unë mendoj që është e padrejtë, sepse është një ndërmarrje që meriton vëmendje edhe e meriton kujtesën tonë edhe të brezave që vinë. Jeton faleminderit shumë që ishe sonte me ne nga Suedia, pra që se harru me tregu që jeni në Suedi atje, edhe jeni në shfaqjet atje, edhe ne me kënaqësi të madhe ju mirëpresim javën tjetër, do të jemi së bashku, edhe në njëjtën kohë do t'i informojmë sa më shumë bashkëdhetarët tonë, pra që të vinë edhe të kënaqen në këto 2 ditë të ngjarjeve të mira të shfaqjeve teatrale. Faleminderit shumë, suksese, edhe me siguri se shihemi. Faleminderit shumë për hapësinën e mirupafshim. Faleminderit shumë, mirupafshim. Në çdo hap, në çdo frymarrje, radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio Rilindja, zemra që ra për çdo shqip.